Ka momente në jetën politike të një vendi ku pushteti zbulohet lakuriq, i zhveshur nga propaganda, nga fasadat morale dhe nga mitet që vetë ka ndërtuar. Shqipëria ndodhet pikërisht në një nga këto momente, jo sepse drejtësia ka fituar papritur forcë morale, por sepse modeli i qeverisjes së kryeministrit ka hyrë në fazën e vet të konsumimit dhe të vetëshkatrimit. Prej vitesh pushteti i kryeministrit Rama është ushqyer me idenë se gjithçka kontrollohet, se çdo krizë menaxhohet, se çdo skandal relativizohet dhe se çdo përgjegjësi shpërndahet në mënyrë të tillë që kurrë mos arrijë në maj. Por kur drejtësia fillon të trokas në dyert e brendshme të ekzekutivit, ky iluzion fillon të shembet. Nuk kemi të bëjmë më me një çështje individuale, as me një keqkuptim ligjor, siç përpiqet djallëzisht ta paraqes propaganda qeveritare. Kemi të bëjmë me një provë të hapur force mes pushtetit politik dhe drejtësisë, dhe kjo përplasje nuk është rastësore, por produkti drejt për drejt i një modeli qeverisjeje që ka zëvendësuar institucionet me besnikëri personale dhe ligjin me vullnet individual. Kryeministri e ka ndërtuar pushtetin e tij mbi një parim të rrezikshëm për qëndrimin ekstrem të vendimarrjes dhe promovimin e figurave pa peshë politike, pa karrierë publike dhe pa autonomi morale. Një administratë e tillë nuk prodhon shtet por klientel, nuk prodhon përgjegjësi por frikë, dhe frika në politik është terren pjellor për korrupsionin më brutal. Sot çdo përpjekje për të mbrojtur, relativizuar apo zvarritur proceset ligjore nuk do të lexohet më si kujdes institucional, por si panik politik, sepse është bërë qartë se problemi nuk është një emër i vetëm, por frika se pas tij mund të zbërthehet një zinxhir i madh përgjegjësish që shkon shumë më lart se sa janë mësuar të pranojnë qytetarët. Tashmë narrativa e kryeministrit Rama si garanti drejtësisë së re ka rënë. Ajo ka funksionuar, por aq kohë sa drejtësia godiste diku larg qendrës së pushtetit, por sapo rreziku afrohet, maska fillon të rrshqas. Është pikërisht kjo arsyeja pse çdo vonesë, çdo heshtje e qëllimshme dhe çdo manovër procedurale perceptohet si përpjekje për të shpëtuar jo një individ, por një sistem të tërë të kalbur. Partnerët ndërkombëtar, për cilët flitet shpesh si mburoj politike, nuk janë as të verbër dhe as naiv. Ata kanë investuar në drejtësi për rezultate reale, jo për skenografi politike. Entuziazmi i tyre për hetimet ndaj korrupsionit në nivele të larta shoqërohet gjithnjë më shumë me zhgënjim për faktin se korrupsioni nuk është përjashtim, por normë në këtë qeverisje. Dhe këtu lind pyetja që pushteti përpiqet ta shmang me çdo kusht. A kemi të bëjmë me një kryeministër që nuk kontrollon më proceset që vetë ka iniciuar, apo me një kryeministër që ka frikë se drejtësia mund të zbulojë shumë e më shumë se sa ai është gati të pranojë publikisht? Për herë të parë pas shumë vitesh, fati politik i kryeministrit nuk varet më nga zgjedhjet, as nga propaganda, dhe as nga kontrolli mbi administratën, por nga dosjet e mbushura plot e përplot me skandale të frikshme financiare, nga provat dhe nga vendimet që nuk merren më në zyrat e tij. Kjo është goditja më e rëndë për një pushtet që është mësuar të mos njohë kufi. Shqipëria nuk mund të ecë drejt Europës me një qeverisje që predikon drejtësi, por dridhet kur ajo afrohet. Nuk mund të flasë për integrim evropian, një pushtet që e sheh ligjin si rrezik dhe jo si themel. Nuk mund të pretendoj legjitimitet moral një kryeministër që ka ndërtuar një sistem që prodhon kriza dhe çdo krizë kthehet në kërcënim ekzistencial për vetë pushtetin e tij. Në fund të fundit, kjo nuk është më çështje individësh, por çështje e modeli. Një model i ndërtuar mbi arrogancë, kontroll absolut dhe mungesë llogaridhënieje, që e ka kaluar tashmë pikën e kthimit. Çdo përpjekje për ta mbajtur në këmbë, vetëm sa e zgjat agoninë dhe e rrit koston për vendin. Drejtësia mund të jetë vonuar, por ajo ka një cilësi që pushteti nuk e ka: durimin. Kur drejtësia vepron, nuk pyet më për mandate, as për imazh apo narrativa, por vetëm për përgjegjësi. Dhe përgjegjësia kryesore është modeli i qeverisjes korruptive të kryeministrit Edi Rama, i cili sot është përballë një prove të fundit pas një shans për të shpëtuar.